Sot, me një ceremoni solemne, është shënuar 25 vjetori i brigadës së zjarrfikseve në qytetin e Prizrenit, ku me këtë rast Shefki Abdullahu Zëvendës, drejtori i Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave në nivel Kosovë, tha se sot po e shënojmë këtë ditë me shumë suksese. Unë i përgëzoj komandantin edhe drejtoreshën e komunës, edhe zjarrfiksve ju uroj këtë ditë të zjarrfiksve të brigadës së Prizrenit, si njësi si reagues të parë, bashkëpunim me policinë dhe njësitë medikale, ju ofrojnë qytetarëve siguri edhe mbrojtje dhe shpëtim nga çfarëdo fatkeqësie që ndodh. Andaj unë i përgëzoj për këtë ditë edhe qytetarët e Prizrenit ta shohin këtë njësi në bashkëpunim me komunën që janë të pajisur mirë, të përgatitur që në çdo rast që ka nevojë qytetari, në cilat do fatkeqësi, këta do t'jenë pranë tyre për mbrojtje dhe shpëtim. Drejtoresha e Emergjencave Ramize Shala tha se sot jemi këtu për të shënuar 25 vjetorin e zjarrfikseve në qytetin e Prizrenit dhe këtu në gjend të pajisur më mirë dhe më të përgatitur që jemi në krye të detyrave tona. Një ditë tradicionale e zjarrfiksëve të Prizrenit që e festojnë çdo vit, është nder i veçantë me qenë zjarrfiks. Roli i zjarrfiksëve nuk është vetëm të shuajmë zjarre, ata shpëtojnë jetë, ndihmojnë në aksidente, intervenojnë në raste të përmbytjeve edhe në raste të çdo emergjence që na paraqitet. Është e vërtetë që zjarrfiksit kanë më shumti raste të shuarjeve të zjarreve, por ato ndezin shpresë të qytetarit në moment kur paraqitet një fatkeqësi. Kështu që në emër të komunës të Prizrenit dua t'i falenderoj për çdo natë pa gjumë që e kalojnë, për çdo moment, për çdo sekond të cilët janë në gatishmëri me i dhënë ndihmë qytetarëve. Faleminderit edhe një herë dhe urime dita e zjarrfiksëve. Derisa Fezullah Berisha, komandanti i batalionit, tha se kjo ditë po shënojmë është një ditë suksesi dhe natyrisht suksesi ynë është i varur shumë nga të gjitha rrethanat të cilat krijohen. Është ditë jubilare, 25 vjetori ditë e zjarrfikseve Prizrenit. Puna e jonë është punë me misione dhe fisnik, humane, gjithmonë jemi në gatishmëri për me reagu çdo incident apo çdo kërkesë e qytetarit e cila kërkohet te ne. Unë përgëzoj kolegët e mi dhe ju uroj shëndet dhe sukseset më të tjeshme në punën dhe detyrat e veta që i kanë. Talisht brigada zjarrfikse është dita ditës, po vit për vit çdo po modernizohet, po shkoj me pajisje më moderne, edhe këtë vit diçka kemi planifikuar, po shpresoj që këtë vit do të jetë edhe më i mirë se vitin e kaluar, me pajisje të reja, me pajisje tjera zjarrfikse si personale, ashtu edhe të përbashkëta. Derisa sot organizua defileu me të gjitha automjetët në tërmimazën e qytetit e ku ishit shoqëruar edhe me motoristët dhe mjetët të tjera shkëpuese. Defileu është më pritur nga qytetarët e Prizrenit. Thank you.